Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet i takojnë Allahut azza wa jall. Paqja, bekimet, lavdat e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër të nderuar, po vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahu xhallahu ala me ligjëratat e zakonshme me emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Në takimin e fundit kemi pasur rastin edhe nderin, jo vetëm rastin, po edhe nderin dhe begatin për Allahu xhallahu ala që të njihemi me një nga emrat e bukur të Allahu xhallahu ala, me emrin e tij El-Wadud. Dhe kemi marrë në takim atë që ka qenë mundshme të mirët, dhe nëse Allahu xhallahu ala që prej asaj që kemi marrë në ushqiet zemra me dashurinë dhe Allahu xhallahu ala, dhe të bëjmë nga ata që Allahu i don. Ndërsa sot do të vazhdojmë inshallah me temën tonë dhe me një emër të ri të Allahu xhallahu ala që shpresoj të ketë një lidhshmëri interesante dhe të rëndësishme me atë që kemi marrë në takimin e kaluar. Do të lutem sot për emrin Allahut El-Ghani, i cili padyshim është një emër i Allahu xhallahu ala që ne jo rrallëherë në bie të lexojmë dhe të shohim në fjalët e Allahu xhallahu ala dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky emër i Allahut azza xhall është përmend në shumë vende në Kur'an dhe është përmendur gjithashtu i kombinuar me disa emra të tjerë të Allahut azza xhall, e që në çdo kombinim i jep një kuptim të posaçëm të këtij emri. Krahas asaj që është përmend si emër, është përmend edhe si folje, si cilësia e Allahut azza xhall kur Allahu xhallahu ala vepron në bazë të këtij emri. Fillimisht sa i përket kuptimit gjuhësor të këtij emri, para se të kalojmë te kuptimi i këtij emri në raport me Allahun azza xhall, gjuhësisht fjala ghina gjuhën arabe sillet rreth disa kuptimeve. Njëri nga këto kuptimet është se i jepet ky emër dikujt kur ai nuk ka nevojë për ndokend, kur i ka të gjitha mjetet ose i ka të gjitha mundësitë për mbijetu vet, nuk i duhet askush. Prandaj edhe njeriu që është i pasur, që ka do të siguruar aspektin material dhe ekonomik, i thonë ghani. Njeri i pasur, në të kuptim, i pavarur prej të tjerëve. Gjithashtu edhe prej kuptimeve do të thotë që sjellën rreth këtij emri ose rreth kësaj fjale fillimisht para se më dal tek emri është ajo që të mjafton për diçka. Do të kur ki diçka, atëherë ajo që të mungon nuk të bën dëm nga se këtë e ki. Të mjafton kjo. Edhe në këtë rast përmendet do të thotë ose kjo shprehje ose ky emër aludon edhe në këtë kuptim. Në kuptimin e pavarësisë së dikujt, në kuptimin e panevojës që ka për dikën, edhe në kuptimin e mjaftueshmërisë për atë që ka, edhe pse diç i mungon. Edhe kuptimet tjera që janë sjellë rreth saj, po këto janë kryesorët prej kuptimeve që gjuhësisht kanë të bëjnë me këtë fjalë. Ndërsa sa i përket këtij emri në raport me Allahun xhallahu xhelaluhu, dietarët kanë përmend disa prej kuptimeve të rëndësishme që nuk shkojnë larg prej kuptimit gjuhësor. El-Ghani është ai që nuk ka nevojë për askënd. El-Ghani është ai i cili të gjithë kanë nevojë për të. El-Ghani është ai i cili i pasuron të tjerët dhe nuk varet nga askush. Nuk i duhet asgjë, e kështu me radhë çdo shprehje e cila na shërben për ta dëshmuar pavarësinë e dokujt, për ta dëshmuar mjaftueshmërinë me atë që e ka dhe nuk i duhet askush, të gjitha këto kuptime mund të jepen në raport me emrin Allah xhallahu ala El-Ghani. Gjithashtu thash se ky emër ka ardhur do të thotë i kombinuar me disa emra të tjerë të Allahu xhallahu ala dhe në këtë kombinim ka kuptime që i japin fuqi këtij emri dhe kuptime interesante dhe të rëndësishme për neve. Në surën Al-Baqara, në ajetin 263, Allahu xhallahu ala përmend këtë emër duke thënë qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim.
qaulun ma'ruf khairun min sadaqatin. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Flet Allahu xhalla wa ala për sadakan, për dhënien lëmosh, kur dikush vjen me kërku të dikush, atër Allahu xhalla wa ala thot, më mirë është një fjalë të mirë me ia dhon, ose falje, se sa lëmosh që përcillet me shqetësim dhe përmendje. Nga njëre, do të thotë me i dhon dikujt, e me ia përmend këtë dhënje, ose me shqetësu, ose me kurzu me këtë dhënje, apo kjo dhënje, padyshim s'ka pesh tek Allahu xhallahu ala. Përkundrazi, njeriu dënohet për këtë dhënje. Andaj Allahu xhallahu ala përmend qaulun ma'ruf, fjalë të mirë me i thon, Allahu të ndihmoft, do të bëhet mirë inshallah. Bo sabër, kjo fjalë e mirë është. O maghfira, edhe kërkim falje, khairun min sadaqa. Kjo është më e mirë se lëmosha yatba'uha adha, që përcillet me shqetësime, me nënçmime e kështu me radhë. Pastaj këtë mësim Allahu xhallahu ala ka përmbyll me emrin e tij El-Ghani, wallahu ghaniyun halim. Allahu xhallahu ala kur u jap ju pasurinë, edhe kërkon për ju që të shpenzon në rrugën e tij, kërkon për ju që të ndihmon njerëz të varfër, apo nuk e bën këtë pse ka nevojë për pasurinë juaj. Prandaj ju nëse japni dikujt dhe dëshironi që me këtë pasuri t'ia kurzoni ndokujt ose t'ia përmendni ndokujt, wallahu ghani. Allahu për këtë lloj lëmosha nuk ka nevojë. As nuk i duhet, nga sa është ghani, ai më dashur e pasuron këtë varfër ose e furnizon këtë projekt ose e ndihmon këtë punë, nga aspekte tjera nuk i duhet pasuria askujt. Edhe pse ky njeri me këtë dhënje e provokon hidhimin e Allahut xhall, Allahu ghaniyun halim. Halim, as kuptim, ghani s'ka nevojë për pasurinë tënde. As nuk i duhet para jote. Ndërsa për shqetësimin që e ke bë, edhe për mëkatin që e ke bërë, ke merituar që të privohesh nga pasunia. Nga se ke përdorur ç'është duhet. Mirë, po për faktin se Allah është El Halim, është i butë dhe afatizan, të mundson edhe një shans tjetër me dhon pak më mirë, pak më ndryshe apo. Ai kjo është një kombinim shumë i mrekullueshëm i Ghani dhe Halim. Nga se kush ta ka jap pasurinë, apo që të tjerë janë bërë nevojshëm për ty, ai që është El Ghani. Apo në faktin kur ti e ke përdorur kët, do thotë njerëz që kanë nevojë për ty, nuk sillesh sikur se duhet. Andaj ti e meriton me ta marr, se nuk po dhe me përdor. Nëse ai që është Ghani të ka dhënë. Andaj Allah Ghani, ai është që është i pasuri, ai është që të ka pasuruar nga pasuria e tij. Dhe ai po thret me dhon. Momentin kur ti e ke përdor, ta tregu më nëse ai ta ka dhënë, don ta merr. Por fakti pse është Halim ti pa fat apo. Gjithashtu Allahu xhalla xhelalu përmend në disa vende në Kur'an për një kombinim tjetër të emrit El-Hamid, po e përmend këto kombinime për shkak se japin kuptim të emrit Allahut El-Ghani. Gjithashtu në surën Ibrahim, Allahu xhallahu ala thot: "Wa man shakara", në surën An-Naml në ajetin 14, Allahu xhallahu ala thot: "Wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Këto kari kombinuar me emrin Allahut El-Karim, edhe këtë emër e kemi mësuar. Për emrat e bukur të Allahu xhallahu ala El-Karim. "Wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi." Kush falënderon për veten e tij. Wa man kafar, do sa që mohon, atëherë Allah thot: "Fa inna rabbi ghaniyyun karim." Zoti im është Ghani dhe është Karim. Çfarë kuptimi ka ky ajet në raport me përfundimin e tij? Fillimisht kush falënderon për begatinë e dhënë, qoftë falënderim me gojë, qoftë falënderim me dhënje, duke ndihmu, duke e përdor këtë begati si e ka kërku ai që ja ka dhonë, se dhe kjo është falënderim, apo përdorimi i begatisë në përputhje me dashurinë dhe dëshirën e tij që ta ka dhonë është falënderim. Në qoftë se o men yashkur, kush falënderon Allahun azza xal, nuk i bën nder falënderimi i tij Allahut azza xal. As nuk ka shton pushtetin e as pasurinë. Inna ma yashkuru li nafsi.
i tërë falëndërimi, i tërë adhurimi i kthehet atij, është për vetën e tij. Wa man kafar, edhe ai që mohan, edhe ky mos mendon se i ka bëu diçka dëm Allahut azza xal. Fa inna rabbi, nga se Zoti im është ghaniyun, këtu e kuptuat kuptimin ghani, ka ardhur përfundim me kerim. Shika, tash Allahu xhallahu ala nga emri i tij el ghani i ka dhënë njerëzve pasuri, qoftë pasuri materiale, qoftë pasuri shëndetësore, qoftë pasuri familjare, aja u ka ndonë nga emri i tij el ghani. Dhe kur Allahu xhallahu ala u ka ndonë kët, apo ka kërkuar nga njerëzit që të jenë bujar dhe solidar me këtë dhënje. Dhe pse ata janë të varur nga kjo dhënje. Ka kërkuar nga ata që ta ndajnë këtë dhe ta falënderojnë Allahun xhallahu ala për këtë begati që Allahu t'u shton begatit. Njerëzit me gjithë që kanë nevojë për këtë që Allahu ka dhënë. Dhe kjo që Allahu ka dhënë është e kushtzuar me mirënjohje, përsëri gjen njerëz që nuk falënderojnë si duhet ose mohojnë. Nërsa Allahu xhallahu ala është ghani, atij s'ka ka dhënë askush këtë emër. Por ai është, sikur do të vijë, i pasur qendësisht. Nuk është e diktuar pasuria e tij dhe pavarësia e tij me asnjë rrethon, as nuk është e kurzuar me asnjë situatë. Është qendësisht Allahu xhallahu ala i pasur, nuk paramendon ndryshe pas ghani. Duke qenë i pasur, është kerim, është bujar. Andaj Allahu xhallahu ala askujt mos më i dhon nga pasuria e tij, nuk mundet më rreziku pasuria e tij. Megjithatë është kerim. Ndërsa ju që është e kurzuar pasuria juaj me dhënje, ju përsëri jeni koprasa. Prandaj përfundimi i ghani me kerim, këtu e ka kuptimin e një stimulimi dhe marrjes së shembullit nga emri Allahu xhallahu ala el ghani dhe el kerim. Prandaj sa ka njerëz që kanë parë ose i kanë kusht, i kanë mundësit, mirë po, pak njerëz përfitojnë për tyjnë apëtën. Sa ka njerëz që kanë shumë ma pak, ama shumë ma te për njerëz kanë qasin atë që ata kanë. Pra nuk është çështje me pasuri të dorës, dhe nuk është çështje me pasuri dhe grumbullim të asoj që e ka dikush, por pasuri, sikur se ka thënë pejgamberi sa, është pasuri e zemrës, që njëri nga zemra ta ndin veten se është i pasur. Por sa njerëz kanë në dorë kanë pasuri, në zemër kanë varfëri. Prandaj ajo që dikton disponimin e njëri zemra, jo dora. Prandaj ai gjithmonë ndihet i rrezikuar. 1 euro më dhon ndihet i rrezikuar se kjo do të ketë reflektime negative në këtë aspekt, këtu s'muna më dhon këtu, kjo është mentalitet fukaraja. Nëse ka njerëz, sikur se ka thënë Aisha për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Si e ka thënë Aisha pejgamberin në dhënje, ai që është i lidhur me emrin Allah el-Ghani dhe Kerim, ai që jeton me këtë emër të Allah xhallahu ala. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dihet do të thotë pasuria e tij dhe dihet mundësia që ka pas. Do të Aisha radhiyallahu anha ka ndihmu njerëz ose ka dhënë në atë mënyrë men la yakhsha al-faqr. Do të ka ndihmu në atë mënyrë që si dikush që më thon ka shumë e bollë sot që t'i jap, absolutisht nuk i shkon mendja se ka mos i më varfrua ato. Edhe pse ai një me pa dhon, veç një i ka me të shtëpia pet. S'ka pas 3 ose 4. Por ka dhon atë mënyrë sikur që dikush jap në atë mënyrë që nuk ka frikë nga varfëria. Prandaj emri Allah el-Ghani në këtë rast apo është ai që jap të tjerëve dhe nuk ka nevojë për ta. Dhe nuk rrezikohet pasuria e tij, megjithatë është bujar. Gjithashtu Allahu xhalla xhelaluhu e ka sill këtë emër në kombinim edhe me emrin e tij El-Hamid. Ku Allahu xhalla thot në disa vende në Kur'an, për shembull ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Në surën Fatir ajeti 15. O ju që keni besuar, o ju njerëz, ja ayyuhan nas, të gjithë njerëzit këtu. O ju njerëz, antumul fuqara. Shikoj si ka kjo antumul fuqara. Kur dikon domon ti bash ti ai që i varfër. Jo dikur ti. Mos shkon me dikush tjetër. Antum, ju njerëzit. Jo dikush tjetër, antumul fuqara. Ju jeni fuqara.
Wallahu, nëse Allahu huwa, nëse Allah ai, jo dikush tjetër, ai është Ghani. Edhe El-Hamid. Pse ka ardhur kombinimi me Ghani El-Hamid përballë fukara? Duke qenë njerëzit fukara, a sillen si fukara? Ja. Fukaraja sillet ndryshe përballë atij që ka nevojë për të. Nëse njerëzit duke qenë të varur për Allahun xhallahu ala, nuk sillen për ballti sikur dikush që ka nevojë për të. Po sillen për ballti sikur se dikush ose që ka partneritet ose që i ndihmon atij Allahu na ruaj. Andaj sjellja juaj duke qenë të varur nuk është e lavdruar. Edhe pse ju keni nevojë që të bëni sjellje dhe veprime që të lavdroheni me to, apo që ta fitoni mirësinë dhe bujarinë e atij që është i pavarur dhe ai që jep. Nëse Allahu xhallahu ala huwa al-Ghani, ai është i pavarur, i pasur, ai që s'ka nevojë për askan, megjithatë të gjitha veprimet e tij janë që lavdrohen dhe falënderohet Allahu për to. Sa njerëz për shembull posa të kanë pak diçka nga pasuria, apo më njëherë fillojnë në veprimet e tyre të jenë jo të lavdruar, ose në kuptim të mendimallësisë, ose kuptim të dështrëngimit dhe kooperacisë, ose në veprim të nënçmimit të ndokujt, më njëherë. Nuk është, a është e kurzuar pasuria e ndokujt, a është e kurzuar me moralin e tij dhe me sjelljen e mirë, këtë çka të bën ai këtë ikon rregull i haptë. Nëse Allah xhallahu ala duke pas tërë në dorën e tij, dhe çdo gjë është në dorën e tij që është El-Ghani i pasur, megjithatë është El-Hamid, ai që lavdrohen veprimet e tij dhe fjalët e tij dhe tërë ajo që vjen nga ai. Prandaj këtu janë disa prej vendeve në Kur'an që ka ardhur i përmend emri Allahut El-Ghani, që vërtetohet se është emri Allahu xhallahu ala dhe krahas kësaj do të thotë është i kombinuar me disa emra të tjerë që këto kombinime japin kuptime interesante dhe të rëndësishme për neve. Prandaj dietarët thonë se Allahu xhallahu ala është ai që nuk ka nevojë për askënd, as kur krijon, e as kur udhëheq, e as kur furnizon, e as kur vepron me asnjë cilësi të tij, nuk ka nevojë për askënd. Nuk i duhet askush, as nuk ka nevojë për askënd, dhe gjithashtu adhurimi i askujt nuk ia shton pasurinë dhe pushtetin, dhe mëkati i askujt nuk ia cungon dhe nuk ia cënon pushtetin. Allahu xhallahu ala nuk ka nevojë për askënd, absolutisht. Nuk i duhet askush. Dhe kjo nuk i duhet askush nëse kuptojmë drejt, sikur të thënë më vonë, sa më fuqishëm e kuptojmë këtë në raport me Allahun xhallahu ala, aq më tepër do të ketë një reflektim interesant në raport me neve. Pra kjo është kuptimi i emrit Allahu xhallahu xhelaluhu, se Allahu xhallahu ala është i plot nga çdo aspekt dhe është i pavarur nga çdo aspekt dhe nuk i duhet askush nga çdo aspekt e kështu me radhë. Tash pas gjithë kuptimi interesant dhe të rëndësishëm që morëm të këtij emri të Allahut azza xhel, padyshim se ky emër duhet të ketë reflektime shumë pozitive dhe duhet të ketë ndikim të madh që të ndryshojmë ne në jetën tonë. Prej ndikimeve dhe prej ndryshimeve që duhet ky emër të ndikojë në jetën tonë është që pasi kemi kuptuar se Allahu xhallahu ala qenka El-Ghani, pasi kemi kuptuar se Allahu te bareke ve teala qenka ai që është i pavarur, nuk ka nevojë për askën. Kjo me çka reflekton tek ne? Kjo reflekton të kundër se ne jemi ata që kemi nevojë për ta. Prandaj njeriu qëndësisht në qenjin e tij e ka varfrin. Çka nuk kupton kjo? Se sado që të pasurohet mbetet i varfër ato. Njeriu kur nuk mund me koni i pavarur, asnjëherë. Krejt botën më adhon së mboti i pavarur. Gjithmonë ka nevojë për dikën. Gjithmonë është i nevojshëm për dikën. Për shembull, ka mundsi një njeri që në dituri ta arrin kulmin e gradave, niveleve shkencore, akademike, kështu me radhë. S'ka më lart më. Dhe të jetë shumë i lexueshëm, dhe të jetë shumë i dijshëm. Megjithatë, një dhëmë i dhimbt ka nevojë shkutë dikush tjetër. Po ti kiso diplomën e kitit ndash, ja, për dhëmë s'jam unë. Unë për diçka tjetër. Madje ka nevojë shpesh për dikon që është pa shkollë hiç, për një furtar që nëse s'ka shkollë fare,
po i duhet me shku në furrë me marr bukën për ti apo. Me bëj mas me marr bukën ky me diplomë s'e marran. Andaj me një aspekt mund të plot, po në shumë aspekte është i varfër apo. Ka mundsi njëri është shumë i pasur. Apo shumë i pasur, ndoshta ka arrit në këtë dunja kulmin e pasurisë. Megjithatë ignorant. Ka nevojë dikush më mësuj ç'mu fal, nuk din. Ka nevojë më shku taj teatri që si ka punë me të, edhe më u porul në fal kam një dhimbje që të mendja a është dosh me një operacion as dosh apo s'ka çare pa u thy para dikujt. Edhe pse e ka një lloj pavarësie me në aspekt tjetër. Për këtë arsye, nga se njeriu në esencë Allahu xhallahu ka krijuar të varfër. Apo dhe kjo varfëri, sikur se ka thënë Sheikh Ibn Taymiyyah rahimullah, është cilësi e përhershme e vazhdueshme e tij, nuk ndahet nga asnjëherë apo. Kur s'ndahet. Nëse Allahu xhallahu ala është ai i cili është i pavarur nga çdo aspekt dhe nuk e ka fituar kët nga rrethona të caktuar. Për shembull, ka njerëz janë qelluar në rrethona të caktuara dhe janë pasunu. Ka njerëz janë qelluar në rrethona të caktuara dhe kanë përfitu dije. Mos i shkon që të rrethona, s'kish pas mos i kon me koni dishëm apo. Po i ka qellu Allahu xhallahu e ka sjell situata të tilla që ka përfitu, ka mësu, është pasuru, e kështu me radhë. Ndërsa pasuria Allahu xhallahu dhe pavarësia e tij dhe pa nevoja e tij për krizat nuk është për ndonjë shkak, as për ndonjë shkas, për asgjë nuk është. Por Allahu qëndësisht është i tillë. Nuk paramendohet Allahu xhallahu ndryshe pas se al-Ghaniya. Dhe kjo padyshim e bën robën që ta ndin nevojën e madhe që ka për Allahu xhallahu. Dhe kur njeriu e ndin nevojën e madhe që ka për Allahun te barekuhu teala, fillon që jeta e tij ta merr një ngjyrim që quhet jeta me Allahun xhallahu. Nuk mund ta paramendon jetën pa të. Nuk mund ta paramendon jetën i hidhur me të. Ose ai i hidhur me robën. Nuk mund me paramendu jetën robi pa përmendur atë. S'është mundshme. Nga se e ndin nevojën e madhe që ka për Allahun xhallahu. Për këtë arsye, Allahu te barekuhu teala është ai i cili kujdeset për njeriu të nderuar, kujdeset vazhdueshme. Dhe tërë kjo kujdesje e Allahut për neve jep me kuptu sa jemi të varfër për Allahun xhallahu ala. Pra ai që kupton varfrinë që ka për Allahun xhallahu ala, apo ai që kupton varfrinë e madhe që ka për Allahun xhallahu ala, a ka mundësi që në ndonjë aspekt caktuar të jetës së tij të pavarësohet nga ky Zot? Për shembull, varfria e njerëzve për Allahun xhallahu ala është dy lloje. Është varfri dhe varësi e domosdoshme dhe varësi dhe varfri e zgjedhur. Edhe pse edhe këtu është domosdoshme, po këtu Allahu xhallahu ala i ka mundësi njerëzve me zgjedh. Varfria e domosdoshme dhe imponuar është ajo që ka të bëjë me jetën tonë. A ki mundësi më u pavarësu nga oksigjeni Allahut azza xal? A ki mundësi më u pavarësu nga uji Allahut azza xal? A ki mundësi më u pavarësu nga ndonjë gjymtyr që Allahu ta ka dhënë me hjek zemrën? A ki mundësi? S'ki mundësi. Dhe varësia jote ndaj Allahut xhallahu në këtë aspekt është varësia e domosdoshme, e pashmangshme. Të ka detyruar Allahu xhallahu kështu me jetuar. Allahu te bareka ve taala sikur si ka thonë Ibrahim e som Nemrudit. Fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib. E ka bu kusht Allahu xhallahu ala. Dhe të ka bot në varun që kur del dili për t'ju ditë. Kur s'del dili, ti s'u ne bën ditë. Dhe ti i varun nga lëvizja e diellit për ditën e për natën. Dhe kjo varësi që Allahu xhallahu ala ta ka imponu është e domosdoshme. S'ka ndryshim për rrobat. Dhe kjo është e shfaqur në çdo aspekt të jetës tonë, duke filluar nga krijimi i njerit e deri në fund të jetës së tij. Njeriu kur të nxihet në mitën e nënës së tij, apo është i varfër për Allahun xhallahu ala për zhvillimin e matutjeshëm. Kush e zhvillon? Apo kush kujdeset për të? Kush jep formën? Kush jep urën që t'i dalin sytë, vesht, e gjuha, e goja, e kështu me radhë kush? Allahu xhallahu ala. Është i varfër. Nuk ka mundësi pa Allahun xhallahu xhelaluhu. Nga se po ta braktisë Allahu xhallahu ala për një moment, sa edhe qel e mbyll syt, do të përfundon të punë e tij ato. Për këtë arsye, në këtë drejtim,
njerëzit të mirë e të këqit, të devotshmit e mëkatarët, besimtarët e besimtarët, të gjithë janë të varur nga Allahu xhallahu ala. Dhe shpreha e kësaj varësie, do të thonë quroni jam robi Allahut, që un po thithë oksigjen, un pengoj Zotin, apo a lavdërohet njëri me këtë robni? Ja, aftë. Ja, se këto s'ki çare. Të s'ki çare ta ka imponu, s'është kjo përzgjedhje jotja. S'ka kjo si rezultat i nështrimin dhe Allahut azza xal. S'ki çare po nështru këto. Dhe varfria lloji i dytë, varfria përzgjedhur. Allahu xhallahu ala ta ka bën mësim këtë parën të domosdoshmën për me shpitë tek ajo e dyta. E që fatkeqësisht shumë njerëz nuk ja u ka dhënë këtë dytën. Si ka shtyr kjo e parën këtë dytën. Edhe pse njerëzit për këtë dytën kanë më shumë nevojë se për parën. Po varfria e njerëzve për të adhuruar Allahun xhallahu ala. Njerëzit nuk mundën të paramendojnë sa kanë nevojë për të adhuruar Allahun xhallahu ala. Për çfarë arsye? Nga se Allahu xhallahu ala këtë nevojë nuk e ka bërë sikurse e para. Për shembull, njëri mos më hongër bukë në kod gat, e vren që është lig trupi, apo e vren se po e kërkon barku, trupi i tij e kërkon, domosdoshmërisht. Çfarë varësie ka ndaj ushqimit apo? Çfarë varësie ka ndaj pijes? Ndërsa tek adhurimi sprov për njerëzit, Allahu xhallahu ala nuk e ka bërë kështu adhurimin. Mirë po fakti që nuk e ndihmë në këtë nevojë në këtë botë, për arsye të caktuara thash për shkak të sprovës, kjo nuk nënkupton se është në nivelin e të parës, përkundrazi, është mbi nivelin e të parës. Nevoja e njerëzve për të adhuruar Allahun xhallahu ala, për t'u porul atij, për ta ndih varfrin për të që e kanë këtë aspekt të adhurimit, është shumë më e madhe se sa nevoja e tyre vallahi për ushqimin dhe për pijen apo. Për këtë arsye, njerëzit që kanë kuptuar drejt këtë adhurim të Allahut azza xal, e kanë paramenu pa bukë pa ujë, pa se kur s'ka mundë paramenu pa adhurim të Allahut xhallahu. S'u paramenon. Nuk mund të paramenu jetën pa u fal. Nuk mund të paramendu jetën apo pa qenë rob i nështruar Allahut xhallahu. Pa mundshme. Nëse nevojë shpirtërore është, nevojë e brendshme që nuk mbushet, nuk plotësohet me asgjë pas me adhurimin e Allahut xhallahu. Për Allahu xhallahu na ka përmend se në këtë dytën pejgamberët e Allahu xhallahu ala kanë shpreh një lloj varfrie dhe një lloj varësie për Allahun xhallahu ala do me të vërtetë mahnice për neve. Shikoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa ka qenë i afërt me Allahun xhallahu ala, sa ka qenë i dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Megjithatë, cila ka qenë lutja e tij më e shpeshtë që Ummu Salama radhiyallahu anha ka përmend? Ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O ti që i rrotullon zemrat, ma shforca, ma stabilizo zemrën në rrugën tënde. Pse? Pse s'ka dua, o ti që i ushqen fukarat mosh ma barku në bukë. Pse s'ka kësi dua të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka se gjinët e abun. Apo një ditë mësë më hongër bukë, ka përsa njëri, apo? A ka përsa njëri? A ka mundësi një ditë s'ham bukë keq? A ka mundësi në këna përru ma gjërim? Po ka mundësi njerëz në rrethana të caktuar në luftë e kanë provuar dhe ka 2-3 ditë? Ka mundësi. A ke provu që po bëj ke me atu pa buk, apo? Dikush thot, pa kena provu edhe me atu pa namaz. Wallahi, kjo është gjendje e jashtëzakonshme atë. Kjo është gjendje e jashtëzakonshme. Ata që njohin Allahun xhalla xhelalu nuk e paramenojnë këtë. Prandaj e ka lutur o Zot veç pa çto mos um laftë. Shiko, mas shpeshti që e ka lutur Allahun xhalla xhelalu është ta forcon këtë din. Nga se veç pa këtë nuk mundën, pa këtë zguzëna me mit, asë një moment, sigur saj që ka varësi për një medikamente, apo, këtë jepë, dhe veç pa qëta zbanë me mit, nuk guzojme, se nuk mund me jetu, me automatizëm, rrezikohet jetë ati, jepë. Andaj pejgamberët Allah xhallahu ala e kanë lutur Allahun azza për të forcuar këtë din, për të qenë stabil këtë fe, nga se subhanallah paramendoj çfarë ndjenet në brendshme ata e kanë pas se nuk mundën me jetu pa Allahun xhallahu ala. Paramendoj kur tash ti kjo është shkallë që arrihet, do të investojmë këtë drejtim. Por që njëri e ndin se veç ku ti shkon mendja, veç me shku mendja në herë. Për shembull se ka mundësi në herë muhabite, subhanallah, në obligim dhe Allah mos me kry. Me automatizme ka plën një farloj stres, një farloj panike, me bëvakia, çka bojën ata? Bëvakia që sill në Andaj e kanë shpej këtë varësi për Allah xhallahu duke lutur vazhdimisht.
Ose dini se nga duat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thotë mëngjes në mërme ka qenë me atë emrin e bukur të Allahu xhallahu ala, ose me ata dy emrat e bukur të Allahu xhallahu që i kemi mësuar, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Shiko, ya hayyu ya qayyum e kemi mësuar. Bi rahmatika astaghithu. Përmes mëshirës tënde kërkoj ndihmë. Aslih li sha'ni kulla. Ma përmirëso tërë gjendjen time. Kur pejgamberi sa thon kërkon përmirësim të gjendjes, çfarë nënkupton kjo? Para së gjithash dhe mbi gjitha nënkuptohet përmirësimi i gjendjes së zemrës në raport me Allahun xhallahu ala. Dhe kur kërkon përmirësimin e gjendjes, se është i varfër, nuk mundet me përmirësu zemrën, nuk mundet me instalu në zemrën asgjë nga se na të varfër në skena. Cili penive ka tevekul të mjaftueshëm që më ia dhon zemrës? Cili penive ka, për shembull, mendim të mirë ose shpresë ose gallërimet e shumta të zemrës, dashuri, edhe që ai vetë mundet, s'kemi na kur gjë s'kemi kësaj. Asnjë s'kemi hiç. Ande aslih li sha'ni kulla. Ma përmirëso gjendjen e zemrës time, gjendjen e brendisë time, gjendjen e qenies dhe vetes time. Dhe në këtë përmirësim, shiko këtë kombinim, dhe në këtë përmirësim, wala takilni ila nafsi, dhe mos më la asnjëherë në dorën time asa për një moment, asa për një qele mbyll sytë apo. Kur? Se gjithmonë o Zot kam nevojën për ty që ti më përmirësu mua. Gjithmonë kam nevojën për ty ti më mirëmbajt mua. Nëse veç për një moment të mlen, unë e lë namazin. S'fal na kurrë. Për që unë mund të mbaj vetën tem, s'moj kurrë atë. Pra shiko kënjë që lut Allahu xhallahu ala në surën Fatiha, kur e kupton këtë varësi kaq të madhe për Allahun që e ka, çysh të buran nga zemra ti kërkesa kur thot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Çfarë fuqie ka kjo? Kur ai me të vërtet nga thellësia e zemrës e ndin varfrin që e ka për Allahun xhallahu ala. Dhe po që se Allah nuk e pasuron me udhëzim, dhe nëse Allah nuk e pasuron me stabilitet, mbetet fukaraja më i madh në botë. Mbetet i varfri më i madh në botë për udhëzimin e Allahut azza xhallahu. Ky njeri kur thotë çështë apo nasta'in, veç pe te kërkoj ndihmë, e din se veç e ka mos i më dhon. Mas ti grumbullimi apo të kësaj ndjen, të kësaj varfrie. Qysh Omer më dal pastaj doja ihdina siratal mustaqim. Të kuptim ka. Wallahi të kuptim ka. Nëse ti e kupton se askush s'un ta pa përveç ti apo. Askush nuk mund më të bëjë pas ti. Ki nevojë të vazhdueshme, të pazaventësueshme, të pa alternativë për Allahun xhallahu xhelaluhu. Ai që ndin këtë varfëri për Allahun xhallahu ala, dhe sheh pejgambert e Allahut që kanë lutur Allahun xhallahu ala për udhëzim, e për stabilitet, e për punë të mira, si e ka lutur Allahun xhallahu ala, e kupton se çka duhet të bën ai në raport me Allahun xhallahu ala. Dhe sikur që kemi përmend vëllëruar në disa raste të tjera, mosnjohja e natyrshmërisë së raporteve të njerëzve me Allahun xhallahu ala ka bërë që njerëzit të vinë këtë gjendje ato. Sot njerëzit asillen në raport me Allahun xhallahu ala në bazë të këtij pozicioni antumul fuqara wallahu huwal ghani, ju jeni fukara e është ghani. Asillen njerëz me Allahun xhallahu ala, jo valla, në shumicën e rasteve jo. Shumicën e rasteve jo. E pse ka sill këtë gjendje, këtë problem në raporte? Mosnjohja e natyrës së raporteve. Dhe sikur që kemi përmendur në raste të tjera, dhe këtë duhet ta kemi parasysh vazhdimisht. Wallahi sa më mirë ti njohim raportet ose lidhje që na lidhin me Allahun xhallahu ala, aq më korrekt do të jemi përballë në raporteve. Sa më tepër ignorancë kemi, nuk e dim çka na lidh me Zotin neve, ose nuk e njohim natyrën e raporteve me Allahun xhallahu ala, për aq do të jemi jo korrekt në këtë drejtim. Prandaj natyra e raportit të mundson me diçka mos sillet. Nëse ti për shembull po e sheh një njeri për herë të parë, kurse ke po. Kurse ke po, është hera e parë që po e sheh. Tash jeni me një kurse ke po, çfarë sillesh për ballti? Çfarë raporti ke me të? Raport njerit pa njohur apo? Raport njerit pa njohur. Ai një mirë çka bëu çe mirë, kurrë më shumë. Edhe vazhdon, se s'penje raport i njeriu të pa njohur.
Në momentin kur thuhet që s'pe një filonin, jo valla s'po di kush është. Po ky është për shembull që vllaut që u dal në Gjermani që 30 vjet ato, se ke pa kurr. Si të merr vesh që vllaut apo andron tash raporti për bollti mbrana sekonda më një herë. Pse? Pse tash natyra e raportit me vllahun dallon nga natyra e raportit me njërin e huaj më një herë. Ose me ton kjo është filoni ose fistik, kur do kuft, më herë ndryshon. Edhe e ndin pak më ndryshe, fillon me e dash pak më ndryshe, fillon me pas kujdes për të pak më ndryshe, me pas shef me të pak më një herë. Edhe pse s'ka kalu kohë gjatë as investim as kurrë. Çka ndryshoi? Kurrë hiç. Vesh raporti. Pe një me këto tash kom raport tjetër. S'kam si me ato atje. Andaj njohja raport me të më ka mundsuar të kem lidhje të posaçme apo. Andaj njerëzit për shkak se nuk e din natyrën e raportit me Allahun xhallahu ala, edhe s'kan lidhje me të që duhet. Nuk kanë ti që duhet me të. Para se e njohim natyrën e raportit me Allahun xhallahu ala, para që do të lidhemi fuqimisht me të. Është shumë normale është apo. Sot njëri çfarë raporti ka me prindët e tij? Raport të dashurisë, të respektit, mirësisë, madje edhe gjithçka me prindët e tij ajo petat prindi kam. A është ashtu? Po pse? E pse peduron këtë njeri, edhe ky e speduron këtë njeri, këtë e kom bab. Apo e arsyeton sabrin, e arsyeton sjelljen në bazë shkafit, në bazë të raportit, veç. Me bëj që ky raport mos më ekzistu. Raport baba dhe birë, mos më ekzistu ky raport. A do të jetë edhe lidhja e njëjtë? Absolutisht ja. Kur andaj çka e bën këtë lidhje të fuqishme? Njohja e raportit. Mos ekzistimi i këtij raporti me automatizëm e ndryshon lidhjen. A keni qartë këtë se kjo është shumë e rëndësishme të kuptu. Andaj, çfarë raporti kemi me Allahun xhallahu ala? Që kemë rëndësi, që të lidhim me të tash pak më ndryshe. Nëse po lidhim me njerëz pak më ndryshe, veç kur po njohim natyrën e raportit, atëra nuk duhet edhe me Allahun më lidh pak më ndryshe, nëse e njohim natyrën e raportit. Padyshim se po vallahi. Natyra e raportit me Allahun xhallahu ala ndëruar. E para është se ti i varfër në është i pasër. Ti ki nevoj për te, s'ka nevoj për ty. Ta shqysh dur sillo ti. Veç dije, aj kur për ty s'ka nevoj. Heq. As një herë nuk i duesh. Absolutisht për asgjë nuk i vynë të atina. Dërsa aj ty duhet për gjithë shka. Kër e kuptëm këtë raporti, që se ki me kërkan në bot, a ka dikush në bot, pas Allah xhallahu ala, që për gjithë shka në vynë? Ja, s'ka. S'ka këse njëre, as prind tonë sënë që shtu të, prind tonë na duhen për mbëqyre, po për mësem të me shku në shkollë, s'na duhen, me konë që na krymë punë prind, s'kojmë në shkollë, ja, në shkollë me matematikë, në mësut të kërës tjetër, baba sënë me mësat. Andaj, fakte që kemi nevoj për Allahun për gjdo gjë, a nuk duhet këtë bënd që, fakte që kemi kësillë i raportit pasaqe me te, që se kemi ma asken, edhe të kemi lidhet të pasaqe me Allahun xhallahu. Nësa e s'ka nevoj kur për ty, heq. Asgjë nuk i duhesh ato. Dukunis nga këna natyrë, se a i s'ka nevoj për ty, e ti ki nevoj për te, këtë nevoj për te që ti e ki, e ka regullu Allahu xhallahu ala me natyrën e dytë të raporte me te. Cila është e natyrë e dytë? Aja është që të obligon e ti aj që zbatan. Kjo është natyrë normale e raporti me Allahun xhallahu ala. Nuk paramendohet raporti Zot-Rab ose Rab-Zot ndryshe. Madje nuk paramendohet as këtë botë vallahi s'pa ndryshe ato. Jo Rab me kon, po me kon një njëri shef i firmës, apo dhe tjerë i ka punëtor. Qysh paramendohet funksionimi i asaj firme? Po shefi jep urnat, planet, argat zbatojnë, a çështu? A paramendohet ndryshe, për shembull, në këtë firmë, ai që është pastruesi, ai e zhvillon politikën e firmës, e shefi është ai që e zbaton. Ja, kjo gjë është normale? Nuk ka shans me gjë normale, që ka mundësi ai pastrues me kon, ai domthon që aty është niveli i shkollimit i tij, se me pamujt me shkuaj shku më lart. Ai tash zhvillon politikat e investimeve në firmë, ndërsa shefi thot se mena u atana, ndëgjum dhe unë nështrum. A është kjo raport normal? S'ka mundësi me konë. Normal është që ajtë jep urna,
Shefi, ai më i dishmi t'ia purna, ndërsa ata që nën të zbatojnë. Në qoftë se në raport me njerëz ashtu subhanallahu. Atë në raport me Allahun xhallahu ala, a është raport normal që njerëzit i kallzojnë Allahu xhallahu ala që kanë vënë? Sa obligime duhet na mi kry? Cili obligim është për këtë kohë ose për atë kohë? A është normal robi mi kallzu Zotit se cili obligim është për këtë vend? A është normal kjo? Kjo s'është normale absolutisht. S'është normale. Normale është që ai që jemi të varur për të, për dijen e tij. Se kur themi jemi të varur për Allahu xhallahu ala, jemi të varur për çdo gjë. A kemi varësi për dijen e Allahu xhallahu ala po vallahi. Çe nuk kupton? Na jesim ignorant për tan kohën derisa nuk ndriçohemi me dijen pe Zotit. Na jesim ignorant derisa nuk kemi dijen pe, na jesim terr. Na nuk dim asgjë. E në qëse këtë ja konfirmojmë Allah xhallahu ala dhe këtu jemi të varfën për Allah xhallahu ala, atëherë a i takon këti rubë mja kontestu ndë një urdhën, ose mja vonu ndë një urdhën që vijen nga e që e din që s'munët pa te, kjo në gjendje normale nuk ndodhë. Në gjendje normale kjo nuk ndodhë, po në gjendje të jashtëzakonshme, që është njerëzit jetojnë gjithmonë në gjendje jashtëzakonshme, kjo mund të ndodhë. Pa nuk paramenohet, kjo është raport normal. Raport normal është kjo. Gjithashtu, ky raport e ka një natyrë tjetër me rëndësi është. Se duke qenë të varfër, duke qenë të dobët, ne mund të gabojmë. Apo ne mund të gabojmë. Prandaj Allahu xhallahu ala na ka mundsuar që të kemi edhe një natyrë që është begati pe Allahu azza. Që kur të gabojmë, mos na kput. Mos na dëbon. Jo, por të na mundson që të pendohemi aftë. Andaj a është normal? A është normal që normal është që i dobti ti kërkon falje të fuqishmet. Normal është kjo puna. E pse nuk është normal në raport me Zotin xhallahu ala? Njerëz sot gjatë ditës disa dikujt veç me rrugë, në rrugë, në fal, apo? Ose për shembull nga pakullësia ka rrugë me kar. Si del thot, në fal, sot ka nevojë e paguaj sprish punë në fal, apo? Me njërin. Ndërsa sa herë nditje e rrugë begatinë Allah xhallahu ala e shëmton kur Allah sot në falë zot, apo ndërsa për falën atij që ja ka dhënë këtë begati ka shumë më nevojë se për falën e tij. Këtë mos më thon rrugë fal sans bota. Apo më thon mos çfarë bën, s'po du më thon fal. Te kemo çka më të bë. Ajo kjo është pa edukatës, e vërtet. Kjo nuk është sjellje e mirë. Po te ke vundit ata ka shpirtin në dorë. Jo s'ta ka, ata ka rrezikun në dorë, kur s'ta ka në dorë. Edhe i thosh, si edukatë ka që mos më donë falë rrugë ka njerin, apo? E po e ti thush ti pra, e qysh subhana që sa ku e ty tu rrugë me gjunohet Allahut, e as njerëzit e Allahut në falë. E ti ki nevojë për te. Nëse për këtë që ke rrugë keni, s'ki nevojë kur për te. E sa e thush në falë. Që kjo është një raport afto me Allahun xhallahu ala. Ta ka mundsu ti thua në falë për të ripërti raport me te që të forcohet lidhja. Për shkak se ti ki nevojë për te. Nëse ti i varfër, ajo është gani. Wallahi krejt njerëz, sikur se ka në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Krejt njerëzit, krejt gjinët, Allah alem sa gjin ka, Allah alem sa njeri u kon këtë dunja ka me ardhë. Krejt bashk më u bo, të gjithë, më grumbullu më një vend, a që këtë më nënë kjo? Edhe me shpall, ja Rab, ne e në bo tonë se Abu Bekri. A ja shton kjo Allah të pushtetin? Absolutisht jo. Alhamdulillah, për ju është. Për ju, e një botë mirë, apo e keni nëzonë ka isë në gjennet. Kur që ma shumë zbot? Qështë ashtë heqë sa në zbot ma shumë. Kur që ma shumë zbot? Krejt njerët më mledhe dhe gjindë, ketë me miliarde pa numër. E në mëhonë, Zotë, e këna bo njetë me të besu në ty. A bot në sen? Dishka në rënd, dishka në kosmos, dishka. Pa ku dishka, kur që heqë. Heqë kur që në rënd. Veç që ata e shujnë shërën që së fjallë ato. Hajë shgani, hajë s'ka në për kërkën heqë, nuk i duhet, heqë kur. Ti i varën për te. Andaj njëhe raport me te. Nga që ti ki nevoj për te. Dhe lidhu me ato, për mes atyre kanale më du me thonë, që Allah në gjenë levat ta ka mundësua. Dhe kjo është një reflektim i rëndësishëm që duhet ta përjetojmë kur të flasim për, dhe me thonë, varfrin e robin dhe Zotit dhe pavarësin e Allah në gjenë levat dhe i krijesave të ti. Edhe pse këtu ka padyshim edhe pika të tjera që
do t'i zbërthejmë inshallah, mirë po dua të them të nderuar se njohja e tërë kësaj që e përmenda nuk është e lehtë. Pse? Cila nuk është e lehtë? Ajo që ka të bëjë me pjesën e dytë të varfrisë, jo me pjesën e parë. Ase dashur Allah xhallahu u kujton kërë se smuni pa mua këtu. Njerëz, jo që ka smuni ka i bela më herë. Më herë e kuptojnë që ka dashur s'po bëj ka. Këta e kuptojnë njerëzit. Mirë po me kuptua dytën. Edhe pse në të parë njerëzit pa ju ardhur diçka se marrin vesh. Nuk është e lehtë për shkak se Allahu xhallahu ka bos provë. Madje thotë Ibn Qayyim rahimullah kur të përmend një kronologji gjatë të kujdesit të Allahu xhallahu për robën e tij duke filluar nga fillimi i krijimit apo deri sa kur ka dalë për jashtë. A ka ditë diçka njëri kur del në këtë dunjë? Kur del njëri në këtë botë? Po babën e vet nuk e ngjapte. S'ten ja që 10 njerëz nuk din cili është baba i vet apo. Që ka çdo njeri kur del për kësaj bote apo. Nonën e vet nuk e ngjapte. Kur gjës gjej apo. Nëse Allah thot, aja është ju kanë zirë, akhrajakum min butuni ummahatikum, la ta'lamuna shay'a. Aja ju kanë zirë nga barqet e nënave të juaja, e ju nuk dinit kur gjë. Zarra. Kur gjë zini. E qërë dini kur gjë, pa i si del, po lip qëmsht, po kanë, me po me jadon një misht pjekun. Apo, qële ma mirë, qëmshtja, si ushqem, ma i preferum të shumë njerë është mishi, jepja bebes, apo, se merë Allah. Asë nuk di me hongër. Kush e mësën me thith gjirë në nëzvet, apo? Qaj që dhe me të kalëzu pëjtës parë se pa mu së mund është, apo? Kush e mësën me marë frim? Allahu Gjallahu Ala, apo? E kadal, pa kur gjeq, apo? Kadal, Allahu Gjallahu Ala këti njët me edhon ka pak. Me edhon ka pak dije, nis ka pak me folën e fjallë, nis ka pak me ditë, apo? Këtë ka pak. Tani ka pak, nis me mësu të sane pak ma shumë, apo? Kur e si ka ditë? Shiko, gradualisht. Tani s'ka pas kur gjë në gjep, ka pak nis me shu ka pak në gjep, që fita ka pak, apo? Diri sa nis njëri mu i meqëm, shumë edhe i pasëm, këtë për me e kam. Shumë i meqëm e kone, pa i këtheu pak ma, kusht i dha, apo? Andaj, Allahu Gjallahu Ala i ka spëru njerëzit që duke u adhën në shfrydzim begatit, apo? Duke u adhën në shfrydzim begatit, njeriu nga shfrydzimi ka kalu pa drejtësisht në posedim. E tash mendon që është e jamja është ato. Sikur se dini shembull ato 3 personave që është shembull i gat, po që Allah xhallahu i ka sprovu edhe me smujë dhe me varfri. Kur Allah xhallahu ka thënë kanë me lajke, apo me kërku çka po tani? Kur s'kam pas? Që kjo është njëri ato. Ka qenë smut pe lkurës, kurse ka kthyer pe shëmtueshmërisë, i varfën kurse s'ka pas mik i tok, Allah xhallahu ja ka shëndru lkurën e bukur e të mirë të shëndosh, e ka shëru nga smundja e lkurës, e ja ka mush luginën bagti e pasuri, mas një kohë beherë, subhanallah, so shka ku e gatë, para mëna nështë mas pak kohë, shumë pak, ka artë është meleku që qaj melejnë Allah ja ka pasurin e shëndetin, ka arë në formën e njërit varfën. I ka thonë, një fukara u me të udhës Allah, pash që ato që ta ka këtë lkurë ka ishtë bukur, që ka ja ka kujtu mos harra, pash ata që ta kap këtë pasuni, ma jap veç pak tomëna, ma jap në lup, dhe të mritë shpetam, se ju me të keq. Qa ka thonë? Qëfar donë, kush në i ka thonë? Si në lotë, babë gjysh, krytë në të qupi punë, të kush të kërë. Audhu billah, që kjo njëri, apo? Që kjo njëri, apo? Haran. Bëhet kishe pa haran, apo? Prandaj, kjo është sprovë, që janë spru me të shumicë e njerëzve, me një begati e ka harru Allah në Gjellë, subhanallah. Që kjo njëri, që kjo e qysh nuk të harran mu e ty, haj, Allah në Gjellë, shiko që shku këtis për të vazhdimisht, edhe ka harru Allah në Gjellë. E pëse të dëshpru është kur dikur ty së të faleminderit, apo? E i Zotit vetë që gjithë i ka në imu nuk i thatë, unë e thatë e kumbo. Prandaj, ndjenje e varfris dhe e varfsmëris për Allah xhallahu ala nuk është gjështje e thjeshtë, është prezent tek ne. Mi po e ka një mjegull që duhet njëri me e largu për shkak se është sprovë. Edhe në momentin kur njëri e kalon këtë sfidë, e kalon këtë mjegull dhe fillon me endi varfrin që ka për Allah xhallahu, atëra këtu bëhet një raport specifik me Allah xhallahu ala, një lidhje e posaçme, një ndjenjë pak më ndryshe
kur ai e thret Allahun xhallahu ala, kur ai e lut Allahun xhallahu ala, kur ai kujdeset për mos me shkel kufit Allahun xhallahu ala, nga sa e kupton se varfëria e tij për të është varfëri qendrore, nuk plotësohet me asgjë jetë në kësaj bote apo. Allahu xhallahu ala në zemrën e gjineriu e ka lënë një zbrastin, apo që smushet me asgjë në këtë botë. Asgjë nuk ka mundësi me mush. Ballë po tentojnë me mush me pasuni e me epsh, po përkundazi, veç që po jau shton edhe më tepër dëshpërimin e depresionin edhe zbrastin shpirtore nga brenda atë. Nga se është zbrastin e rezervuar për Allahun xhallahu xhelaluhu. Veç ajo mund ta mbush atë zbrastin që është në zemër. Prandaj nëse e ndim këtë zbrastin, do ta mbushim sa më tepër me njohjen e Allahut xhallahu ala, edhe do ta mbushim sa më tepër me adhurim te Allahu te bareke te për ta kuptuar se ne nuk kemi asgjë, dhe ne nuk kemi asgjë, dhe ne nuk mund të bëjmë asgjë përveç me Allahun xhallahu ala. Ne jemi dikush po me Allahun. Ne kemi diçka kur e kemi Allahun. Ne mund të bëjmë diçka kur e kemi Allahun. Përndryshe, ne asgjë jemi. Ne asgjë nuk mund të bëjmë. Prandaj ta ndijmë këtë varfëri për Allahun xhallahu ala në hijen e njohjes së emrit të Allahut xhallahu ala el-Ghani. Kanë bëhet padyshim edhe pika tjera të rëndësishme në këtë temë, por po i lëmë pjesën e dytë. Allahu xhallahu ala shpëlbeft sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.